sot e kemi në televizionin francez Dati Jodark që mbulon Iranin, mbulon Ukrainën, është një njohëse e thellë gjeopolitike që nuk ka, është një hard top, që nuk ka pik kompleksi, dhe ku e pash në Tiranë anë niva, s'ka mundësi thash. Domethënë, ai ka thënë Ramës që ka përballë. Edhe nuk mungova. Pasa pjesë e thash, Rama kujtoi se do bëj show-n e tij, cilo është show i Ramës, është gjithmonë që Rama është ai që dikton tempon në intervistë. Po. Është ai që thot atë që do të thot. Por ra përballë një gazetare që do ajo çfarë do të thotë që do të pyes. Ajo erdhi për një lektorat, për një lexues, Le Point, që është një revistë e njohur franceze, konservatore, euroskeptike. Nuk do të thoja anti-amerikane, po amerikano-skeptike. Pra, Anivaja erdhi ke Rama për t'i ofruar lexuesit francez që është tashmë euroskeptik, atij të Le Point, që është dhe më tepër akoma, të vend doni ju në Evropë? Ai erdhi ta fusi Ramën në kurthe. Në politikën e kombëtare. Me Iranin, me Amerikën, me Evropën, me OKB-n, dhe në gjitha pikat ai ngeli shamat. E pyeste, jo, mund të kesh, do të kesh do japësh ti vet. Por i thoshte ti do të ish në Evropë? Po Evropa sot është kundra luftës në Iran. Si e bën ti këtë gjë? Gabim Evropa. Po ne jemi Europë, ne bëjmë çfarë duam. Ti do të ish në Evropë thot. Ne skinoj për kal Troje. Si justifikon ti luftën në Iran? Po thot është Irani është vend terrorist, duhet mirë bëj që s'mund. Ashtu tha kë? Po ti tha ti ke muxhedinët në Tiranë tha, të Iranit tha. Po tha, dhe filloi këtë klasi, ne kemi pyetur çi futur dhe foli për hebrin. Foli për hebrin një gjysmore, thotë kjo, u spyeta për hebrin. Foli për muxhedinët. Po ata i presin i marr për pritje. I bën pritje, i ke marr tha se ti je tha, i bindesh Amerikës tha. Se po ti për pritje tha ti i futet drurin muxhedinëve, ngeli. Futet drurin tha, policinë tha. Ti tha. Ti duhet thua popullit tëm tha, që Irani sot tha, juve ju ka kërcënuar tha ti çoj raketa për shkak të muxhedinëve. Dhe bësh tha, na bron NATO tha, vot NATO, kjo i tregonte publikut në punën që ky shet mend me NATO-n ton. Tonë ky shkon provokon iranianët dhe që bëjmë neve. Një pikë. Ose pyeti për shembull, pyeti për OKB. Pse fati e bordi paqes? Po vetë tha se ta sot i madh do të shkosh. Po ti do të ish në Evropë thotë, ti çpun ke Evropa nuk do bordën e paqes atë. I pse shkon vë? Po sepse tha, po çfarë tha? Ai tha nuk do OKB-n tha Trump. Soi Trump tha, e do apo s'do OKB-n? Putini tha kë, unë pyet sot Trump tha ti thua Putini. Po, ja tha këtë gjë edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur e pyeti në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ta pyes për Amerikën përgjigjesh me Rusin. Ashtu sikurse në një moment e pyetur sepse ne i kemi pjesët Genci, po nuk patëm kohë të përkthenim në kohë reale. Do të kemi ndoshta në vijim dhe për edicionet e tjera informative, po gjendet në Le Point, po të klikohet. Edhe pyetja që u bën në lidhje me Bashkimin Evropian, i cili u shprehu shumë i shqetësuar për korrupsionin dhe për krimin organizuar, duke marrë shembull portin e Durrësit, përgjigjja e Edi Ramës ishte të njëjtat probleme tha dhe me trafikun, me pastrimin e parave, ka dhe porti i Marsejës, ka dhe Antwerpi, ka edhe Rotterdami. Ishte njëjta gjë dhe natyrisht edhe këtu i tërhoqi vëmendjen për t'i thënë unë kërkoj çfarë po bëni ju, jo çfarë po bën Marseja etj. Pra kishte disa herë që ajo të rishte vëmendjen për një taktik që është tipike. Kjo më rëndësishme. Edi Ramës. E di, është rëndësishme për ne në Shqipëri, po si kjo më rëndësishme në intervistë. Kjo që e fund fare dhe bile s'ka përshtypje se këtë pjesë e shtoi Anivaja, se nuk e gjen në intervistën vizuale. Nuk shkonte për këtë punë ajo. Ai shkonte, ishin një pikur i tha, ti tha për korrupsionin, tha, pse do të ish në Evropë? Ti do të ish në Evropë, por neve ç'interes kemi në Evropë? Ti marrë me shqiptar. Ti tha tonë, ke korrupsionin, ti je me Amerikën, ti je me klimatën tonë. Në mësuar në çpikti bashkëkohës me Evropën. Dhe ky ndjen diçka që për mua shumë e rëndësishme, shtet Edi Ramës, nuk e di çfarë për fjalë të lexoj. Kur i thot, shiko thot, është privilegj ti jesh kryeministri i një vendi vogël si Shqipëria, se thot sepse çfarë cinizmi, ë? Të thotë i shkon afër gjithë të mëdhenjve të botës. Vendimet i marrin ata, unë i vogël i ndjekna. Dhe kur vendimi që merr i madh i botës për fat të botës del mirë, them dhe unë dola mirë, sepse kam suksesin dhe shimin. Kur aty u del keq, fuck up. Për më dishfren fuck up, ja kjo e kërgjoj, tha, mos e fuck up për partisë tha thuaj.
gabim. Jo tha, kur edhe bëj fakap tha, është puna ime, nuk është puna ime, nuk është puna tyre, nuk është puna ime. Po çfarë cinizmi? Edhe në fund fare kjo tha, më nxjerr konkluzion tha që Edi Rama tha kjo këshillon njerëzve që një udhëheqës i mirë duhet negociojë me të gjithë, domethënë që ti jesh komplet sipas teje, sipas Ramës, jesh oportunist, po me gjitha. Dhe mendua, përveç Iranit terrorist. Dhe që thoshte kjo, po Rusia terroriste është. Dhe shkon në atë intervistë i jep Europës mend përse Evropa nuk shkoi tek 8 dhjetori i festës së çlirimit të Kinës. E janë pse nuk shkojmë në Kinë, tha ti. Pse sa ata sa na nderojnë neve, pse europianët përbuzin kinezët, apo përbuzin rusët. Një kontradikt e jashtëzakonshme, e jashtëzakonshme. Jo vetëm Genci, pati një pohim, më qëndro pak këtu te Kina, sepse pati një pohim në fakt Edi Rama, Klodi dhe Monti, ka pohuar, mund të konsiderohet në nivelin e mashtrimit, kur është që nuk ka asnjë investim kinez në Shqipëri. Kjo është vërtet, sepse ne kemi Bankersin, vend burimin e naftës, pra një nga pasuritë më të mëdha publike të Shqipërisë, që shfrytëzohet nga një kompani kineze. Deri para pak vitesh kishim aeroportin në duart e kinezëve. Nuk e di, më duket se janë prezente edhe në shkallë më të vogël, në disa miniera të tjera në veri të vendit, kështu që nuk mund të thuash që ne se më kujtohet dhe rastin me Gonigalit. Do të thonë në rastin e tij ka qenë kur u fjalë lidhjet ishin me kompanitë kineze. Ka pasur një interes kinez për të shfrytzuar. Më kujtohet çfarë kemi pasur te ekspozitat biles përpara pak ditësh, në mos gaboj në podcastin e tij. Podcast që ishte drejt për drejt, se këto nuk i ka rastësore, nuk i shpëton, i bën qëllimisht, dhe unë mendoj që në këtë intervistë ai ishte sa kameleon, që ndryshonte lëkurë dhe ishte kundërthënës me gjëra që ka thënë vetë më herët apo ka bërë vetë më herët, aq edhe provokues. Tani i gjendur në një pozicion shumë dështim me Bashkimin Evropian për shkak se raporti i Barit vazhdon të jetë i bllokuar nga ato vendet që ky i ka quajtur shoqata e Molotove dhe që kanë si lokomotiv kryesore Gjermaninë. Tani ky do ta vendosi veten si viktimë. Dhe ky është viktim tani sepse ky ka qëndruar pro politikave të Trumpit, pra do ta heqë veten në Europë si trumpist dhe sikur po persekutohet për këtë, kur në fakt nuk është fare e vërtet, sepse bllokimi ka ardhur për shkaqe të tjera, për shkak të sjelljes brenda si kryeministre dhe përgjegjësive që ai ka për luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe gjithë gjërat e tjera që i ka si detyrime në kuadër Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër ai bëhet për herë të